për analistët, mentori ka bërë se ishte dhe në kaluar, një koment për atë që ka ndodhur me gjykatën speciale Bushat. Po, unë gjova deri tani Petritin dhe bje dakord me pjesën më të madhe të gjërave që tha. Po them që ky gjykim që po bëhet në Hag, mund të na vlej për të nxjerrë ta konkluzione për veten tonë. Në që kuptim? Në kuptimin që në Kosovë, kryesisht, por dhe në Shqipëri, në Kosovë të paktën prej 5 vjetësh ka një debat thelbësor politik. Duhet ndërmarrë veprimet e qeverisë Kosovës në raportim me ndërkombëtarët, apo duhet marrë në partneritet dhe shpeshherë duke mos i dëgjuar. Problemi si u bë gjykata e Hagës, Hashim Thaçi e Veseli që e votuan vetë, Edi Rama që mori avionin për t'ju thënë liderëve kosovar votojnë të zbën të gjykatë politike, çfarë na tregon? Na tregon që shpeshherë besimin ton të verbër të ndërkombëtarët mundet ta paguajnë dhe me dënime të tilla si 180 vjet burg. Pra, jo gjithmonë ndërkombëtarët kanë drejt. Kjo parodi që është zhvilluar në Hag, që unë bie dakord që është një gjykim politik, dhe Petriti e tha shumë mirë, që në ditën që Hashim Thaçi u arrestua, se po shkonte të nënshkruante një marrëveshje në zyrën ovale me Trumpin, e deri tani në fund, kur prokurori thot s'ka rëndësi se që thot Wesley Clark, ka rëndësi se që thot James Rubin apo Hilli, tregon që gjykimi është politik dhe ashtu si prokuroria, unë dyshoj fort që do sillet dhe gjykatë. Por, shpeshherë lëshimi jon qorazi i sovranitetit të të huajt që mirëbesimin ton e përdorin për ekuilibra me Rusin, me Serbin, etj, duhet marrë fund. Dhe kjo parodi që po zhvillohet në Hag është mësimi më i mirë që ne aleatët duhet t'i respektojmë, po nuk duhet t'i sillemi si Serbi. Ky është konkluzioni im i parë. Konkluzioni im i dytë nga kjo, që po ndodh, është një gjë. Duke qenë i bindur që gjykimi është politik. Gjykata vetë është një gjykatë e ngjitur politikisht, dhe ata njerëz do dënohen në mënyrë të padrejtë. Ajo që unë nuk bie dakord është mbrojtja që kryesisht zgjodhi Hashim Thaçi. Pra, ne kishim dy lloj narrativash për Thaçin. Në Shqipëri, në Tiranë, në Shkup, në Prishtinë, ne bëjmë demonstrata duke thënë liria ka emër. Kurse mbrojtja e Hashim Thaçit thotë, unë kam ditur asgjë, unë nuk kam qenë komandant, mua nuk më dëgjonte asnjë komandant lokal, unë nuk kam qenë vendimarrës. Pra, Thaçi në Hag mbroj duke thënë liria nuk ka emër, ne këtu përpisim liria ka emër. Dhe sot kur jemi të bindur që gjykimi ishte politik, dhe vendimi do jetë politik, mendoj unë, ndoshta Thaçi, Veseli e tjerë do kishte qenë më mirë të bëni një mbrojtje heroike, sesa duke mohuar kontributet e veta, sepse natë gjyq nuk vlen taktika. Vendimi në fund do jetë politik, por këta humbën në një farë mënyre edhe nderin personal, edhe lehtësimin e viteve të burgut. Këto dy gjëra kam unë pak a shumë lidhur me dy gjëra interesante, tha zoti Bushati Preshë, të parën që ne në mënyrë të verbër vrapojmë të ndërkombëtarët,
për shembull edhe unë këtë ide kam idenë që Albin Kurti vepron shumë mirë tani që nuk para pyet shumë. Dhe ecën më mirë puna, ndërsa këta kanë bërë të kundërt dhe në rastin tjetër pastaj që hajde ta heqim, si thua, të ikim pjesës që ne kemi qenë një pjesë e rëndësishme politike, të ikim vetvetes. Si e mendon ti tani? Po i dëgjova dy, unë mendoj... Ngrije zërin pak. Ja një sekundë se a i që të rregulluar e ka bërë gabim. Mendoj se ngritja e gjykatës ka qenë e pashmangshme dhe nuk jam dakord, do të thënë që të përdoret ky rast në formën që ka marrë për të delegitimuar faktorin. Unë se kuptoj shumë, pse ka qenë e pashmangshme? Se mund të ngrinte OKB-ja mu. Ka qenë e pashmangshme sepse... Po jo ti, të vritesh me duart e tua. Prit. Është ngritur kjo gjykat, që të kthehemi në kontekstin e kohës, nuk është ngritur për gjykuar ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Kjo është një spekulim i madh. Së shtruar kur kështu, domethënë, kjo do ishte një skandal, edhe asnjë faktor ndërkombëtar nuk e ka shtruar kështu dhe s'mund ta shtrojë. Ka pas armiq plot dhe ka armiq plot kauza Kosovës, ka pas dhe atëherë, ka pas Rusinë dhe Serbinë pikës pari dhe aleat tyre të hapur ose të fshehtë edhe në perëndim, por që të kishte në një skemë, do të thënë, faktorit ndërkombëtar që ka protagonizëm në çlirimin e Kosovës. Kur themi liria ka një emër, emri i lirisë është NATO-ja. Se ka pak folklorizëm këtu në gjithë narrativat tona, kanë edhe prirën politikanë që të instrumentalizojnë vërtetën, të personalizojnë kontributet fitoren, por e vërtetë ashtu që UÇK ka pas... Për çfarë unë ngrit kjo gjykat? Unë mendoj kështu që e para mendoj... Për çfarë ngriti Kosova këtë gjykat? Jam dakord, unë ngrit në mënyrë të pashmangshme, siç e mbaj mend unë, sepse... More do ta ngrinte NATO, do ta ngrinte Perëndimi. Ja po ta them. OKB-ja. Kush ishte treta? Kosova vetë ta ngrinte me përbërësën ndërkombëtare në territorin e saj. Kishte Uleksin që ishte njësi juridike. Për mendimin tim, se ka bërë? ajo ngrit... Është problemi. Shtysa për ngritin e kësaj gjykate kanë qenë vrasjet, kryesisht vrasjet e civilëve. Ajo akuza që përmendet për shpinë e verdhë, domethënë trafikun e organeve kishte rënë ndërkohë. Ai është një turp, i stër turp. Ka rënë tani por nuk është thjesht. Po që në fillim kur është hap procesi, ai është ekskluduar si çështje. Që ditën e parë që është hap. Pra është ngritur dhe këta, edhe përfaqësuesit e Kosovës nuk kanë mundur t'i kundërvihen, domethënë ngulmimit për transparencë të familjeve, të disa familjeve të njerëzve që janë vrarë.